Faleminderit kryetar. Fillimisht do doja t'ju falenderoj gjithë juve që jeni këtu për praninë sot, për krijimin e kësaj atmosfere fantastike, jo vetëm për mua dhe për kryetarin, por çdo kënd në Gjirokastër. Kjo ceremoni apo mini ceremoni që ne bëjmë sot këtu nuk është thjesht për t'inauguruar apo për treguar fusha, për një mesazh që ne kemi për lojën e futbollit, një mesazh që ne kemi që gjithë bashkë jemi në emërus të përbashkët. Të gjithë faktorët në vend që kjo është një lojë që duhet zhvilluar, që kjo është një lojë e bukur, një lojë e cila nuk ka vetëm kompeticionin. Projektet tona do vazhdojnë për të investuar në infrastrukturë. Uroj që siç kemi bashkëpunim fantastik në Bashkinë e Gjirokastës me kryetarin, kryesisht dhe me gjithë bashkinë që e ka mbështet lojën e futbollit, që e don atë, që ka bashkëpunuar me ne në investimin e këtij impjanti, mendoj fantastik për kohën në Gjirokastër, të kemi të tilla bashkëpunime në gjithë territorin e vendit për t'ju ofruar juve dhe bashkëmoshatarëve tuaj kushte sa më të mira loje. Jemi sot këtu edhe për te pjesës protokollare të falenderoj mikuin, sepse sot jo thjesht po inaugurojmë 2 fusha që janë shumë të domosdoshme për ata që pretendojnë të bëhen futbollist, e kanë ëndër të gjë, po futbolli edhe loja e futbollit është për te thjesht një lojë futbolli, është një disiplinë për të rritur shëndetshëm fëmijët tanë, fëmijët e këtij qyteti, edhe Gjirokastra, kur themi Gjirokastra, po flasim edhe me qenë se janë përfaqësuese të shoqatës për gjithë qarkun e Gjirokastrës.